Përshëndetje me emisionin 05, shpresoj se jeni duke kaluar një mbrëmje të këndshme. Edhe sot, si çdo tjetër, krejmë fillim të emisionit, një falënderim i veçantë ndaj sponsorëve tonë besneke, ata janë Bas Market, Exoins Me, Habs, Nea Body Center, Dr. Smile dhe Urban Style, i cili përkujdeset në çdo emision për dukjen time. Sonte në studion e emisionit 05 kam dy miq të mi, të cilët janë këtu për të promovuar projektin e tyre më të ri muzikor. Hajde bojna dosëm, bon titullin Kënga më e re nga Babo Darabuka dhe Taulan Vajraliu. Përshëndetje. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën, është kënaqësi çdo herë të jemi pjesë e emisionit tuaj. Faleminderit shumë. Respekt për juve, për punën e juaj, për gjithë stafin edhe për gjithë shikuesit. Kënaqësi. Taulan, po e filloj me juve. Patjetër. Na u dashur shumë ku për të me të pasë në studio. Jemi në sezonin e 5, është hera parë. Pse më na mungu ka gjatë në studion e emisionin 05? Tash i ka orë kismeti edhe që erdhëm Albanin pruni. Ky është ai aktori. E mirë, ka po më pëlqen, do më thonë se kemi bisedu disa herë, por nuk ka rastis ndoshta koha e lirë për dë. S'kam qenë kënejnë, Ashtu. qenë për Evropë, për ata dhe s'kam mujtë me qenë prezent, po që tash, Po është edhe e mirë kjo pasi që jemi këtu për me promovu një projekt ri. po patjetër. Kemi një këngë të re bashkë me Babo Tarabukat, që besoj që do jetë një hit goxha i madh veror. Është kënga Hajde bojna dorsëm. Në fakt është kënga e Babo Tarabuka, Ashtu. mund kanë ftu, edhe kom pranu me kënaqësinë më të madhe prej Albanit, kështu që besoj që do jetë një mega hit. Në rregull, pra për më shumë, Albani na tregon, Alban si erdhi ideja për këtë projekt. Ne realisht këtë projekt e kemi punu, më thonë që një vit, mirë po nuk ka pas kismetin për me publiku edhe më andej me Taulantin, bëjmë një hit. Vllau i Taulantit e Gzone është një muzikant shumë i mirë edhe çdo herë tonë kohën e ngutësha gishtin e hitit me përdorë, më zbaj gallë. Edhe me një fjalë erdhi kismeti e vendosëm që me realizu realisht këtë këngë ka punu Drinqe edhe Doani, janë dy muzikantë nga Peja, mirë po pjesën e solos e ka bëjë Gzoni, edhe do më thonë e gjetëm spontanisht realisht atë momentin, a pe bojmë qito, ishtë ma e gatshme, ishtë ma e përpunume, ma ndaj finalizume edhe vazhdu me realizimin e edhe videoklipit, Ashtu. e mendum një videoklip me bo që i përshtatët të kohës zonës dasma dhe realisht e gjetëm një vend, një ambient shumë bukur, është restorani i bukur White Garden, Ashtu. ne përshëndesëm pronarët edhe gjithë stafin që mas pari ne kanë leju me gjiru në atë ambient shumë bukur. Mandej me produksionin Book Production na punojmë që shumë vite, kemi besu na realizu edhe këtë klip, edhe sigurisht shfrytëzoj rastin i falenderu edhe ata për angazhimin edhe për punën profesionale që bëjnë. Po ashtu edhe që du na me falenderu është edhe du me thonë Joena Alkazalin, e cila na ka mbështet me atë vellun e bukur, është punim dore, është artiste, Po. që na ka realizu, du me thonë, realisht na ka jap për me shfrytëzu në gjirin klipit, me atë statistën, me atë modelin e cila ka qenë pjesë e klipit. Ashtu. Taulan janë vetëm 24 orë aty diku nga publikimi, na trego cilat ishin ato komentet e para. Komentet e Morë para kemi reagime. marrë shumë të mira, edhe besoj që do vazhdojmë kështu me kësi komente, se nuk kanë vend edhe s'kan çka mu ka për me thonë S'ka hapësirë, ashtu. s'ka hapësirë për me thonë keq kur gjë. Se kemi një bashkëpunim shumë të mirë edhe ka Po. dalë diçka shumë perfekte për mendim temi. Ashtu edhe është po realisht. Edhe besoj që do jetë një super këngë, edhe do mirëpritet shumë mirë për publikut. Taulan të the Edhe që pse nuk them shpesh për këngë, sa të lansoj, po kjo Ashtu. është goxha Po i këngë që bindur. Jam shumë i bindur. Ashtu. Taulan të the që ke mirëprit bashkëpunimin me Babo Darabuka, mirë po apo më tregon sa është e vështirë ndoshta për me përzgjedhje, sidomos një projekt në progin e sezonit veror. Sa është e vështirë kjo përzgjedhja e projekteve? E vështirë, s'ma mërmendja që është, se nëse je muzicient i mirë dhe këngëtar i mirë, edhe dhe me vlerësu kush bën muzikë mirë. Kështu që kur të ofrojnë bashkëpunime për shembull si kur Rangu i Babo Tarabuka, që janë 20 vite karrierë, kanë skenë edhe janë të partë, jo vetëm të shqiptarë, pas në Ballkan s'ka pas me Tarabuka.
Kështu që nuk kiti çka fol aty, vetëm mundesh mi thon kur pe fillojmë projektin dhe kur pe përfundojmë që sa më shpejt me lancu. Ashtu. Albani foli edhe për pjesën e videoklipit, apo më tregon si shkuan xhirimet, sa ishin të lodhshme për juve? Plot mas pak, lirimi është super djalë, super punëtor. Tregoj edhe Albani që kemi është domethënë produksioni Book Production. Ashtu. Kemi punu, me thon brenda 1 orë gjys, 2 orë xhiru gjithçka, edhe ka dalë ai rezultat që e keni pa dhe ju. Edhe jemi do shumë të kënaqur me Bukën, i përshëndesim ndonjëherë komplet ekipën që kanë punuar edhe tek shkruesin e gjithë ata që i përmendi Albani, që mos më jesë edhe në bërç se unë jam solisti. Kështu që jemi do shumë të kënaqur me ta. Vjen mirë. Alban, i kërkojmë falje realisht edhe Muhamedit, që nuk është pjesë e studios, po besoj që javën vazhdim do kemi edhe Muhamedin studion e emisionit 05. Po patjetër Muhamedi s'pat mundësi më ardh, edhe po sigurisht ju ka përshëndet gjithë juve edhe Gjithashtu edhe ne. të emisionit. Na zakonisht e din që mundohemi me kon prezent me gjithë ata me që naftojnë neve në emisione ndryshme, kështu që kanë erë, po duhet pak mi ndo zonat ka me shku tek me shku, po me gjithë ata ju ka bot fala edhe Muhamedi edhe DJ Beniti. Gjithashtu edhe ne. Faleminderit shumë. Edhe besoj që patjetër promosion pjesë e emisionit tashëm. Alban e the që ka qenë ndoshta në plane për me bë diçka të mirë me Taulantin. Mirë, po apo më tregon pse pikërisht me Taulantin ky projekt? Kështu, ne me Taulantin jemi prej fëmijë. Atë kuptimin jemi shumë vite. Jemi ndoshta prej fillimit të karrierës tonë. Edhe e njohëm çfarë djalë është Taulanti mas pari. E njohëm çfarë familje. Mos na fol veç është këtu prezant. Jo, unë këtë muhabet nuk ja thom në sy. Po edhe kur nuk është. Po unë e thom Çdo herë. E thom çdo herë sepse është një sens që duhet me thonë, apo kupton. Ashtu. Në gjatë rrugës e patëm një diskutim edhe u diskutu puna e suksesit, puna pse rrin dikush ose pse avancohet dikush më po. Unë i thash Taulantit dhe për potencial edhe ta ashtu. Taulantit duhet më falenderu, edhe gjithë na duhet më falenderu mas pari familjet tona. Ashtu. Pse na kemi zgjedhur Taulantin, është ka shumë faktorë. To e nis faktorin kryesor që është djali i mirë, është djali i kompletuar, është djali familjar, edhe super këngëtar. Edhe të s'ki mo vën ato që ka me diskutu. Ashtu. Ato veç do të me godit hitin edhe të tonë. Po do më thonë edhe ka qenë ky projekt i cili është po vetëm Taulanti. Faleminderit shpirë. I ka flajt domon, atë që Beniti në studio na shku me punu diçka një kohë tjetër, edhe Beniti e pat kohën e shaj, tha, Taulant çapo do vetë që edhe me të parën e kapi. U kry mos ki qa. Nisja bam shoh hen krye kompletu. Domethënë profesionistit s'ki nevojë me filozofu ato. Profesionistë edhe në rregull. Taulanti tregoi që pjesa e xhirimeve nuk ka marrë kohë, po siç duket pjesa në studio edhe më pak. Shumë pak. Kur ki punë me profesionalistë. Përveç shumë pak 15 minuta kemi bën me kry këtë këngën. Albani e ceki edhe një herë po duhet të falenderoj për fjalët që i tha për mua, faleminderit shumë. Se kur ti merr këto fjalë mira pe një shokut që është Alban Sejdio, do të më vlerësu shumë. Ashtu. Se edhe unë më thon për të, tash edhe pi vjen sikur njëri tjetër. Po për më jemi shumë moti kur si na thon absolut për më kërkushi. Edhe jemi bë dikushi bashk. Kështu që ju edhe shumë punë. Edhe ju uroj edhe këtyne sukseset më të mëdha në jetë se i meritoj. Definitivisht i meritoj. Pasi kemi hyrë te kjo pjesë, apo më tregoni, mundet me u mbajt shoqëria sinqert në stradë? Pyetja njëjtë për të dy. Mundet po. Mundet. Po, mundet veç mbarë çfarë. Tek ju po shihet realisht, por ndoshta me dikë tjetër. Mbarët veç çfarë karakteri je ti dhe me personin që do të më kon shok. Apo kupton? Nëse nuk është sikur ti, s'mundesh me kon. Nëse është sikur ti, tash edhe keqi shkon me të keqin, i mirë me të mirë. Domethënë varet tek përzgjedhja e shoqërisë. Po patjetër ajo është e padiskutueshme. Alvanti si e mendon këtë vjet? Pse dim ti për shembull me Muhamedin jeni në grup, edhe s'keni pas asnjëherë të lashe. Deri tash fol zotit, jo pse? Po të nëzumë që në ti kur s'mundesh me pas të lashe, kur ti s'do me pas të lashe. Ashtu. Nëse do me pas të lashe, po i kërkon vetë, domethënë. Den rrugë, e shon dikon edhe ti në rregull të lashe në Kryt bash, Njëtë edhe në punë.
respekton dikonin. E shesh që s'po të respekton, vazhdon ti punë tua i ka të vetat. Po e shesh që po të respekton, po respekton Allah se ashtu të respekton njëri. Sa ka thunë ben në stradë? Sa dush. Sa dush? Sa dush. Ja, su njëllë është. Zbesaj, se dhe natë numër. Pa numër ta? Pa numër ta janë. A, unë të regani, unë e di që ju jeni shumë të shoqërushëm, mirë po keni ndoshta ndonjë person, kolegë që nuk flesni me ta për ndonjë arsye? Kolegon për veti, Kolege. as kolege nuk kam që nuk flas me ta. Që i kam në hatër, ka, që si kam në hatër ka dhasi. A vëdin? Do më thonë se kin hatër, po flet. Po, flet. Nëse rasti zikon me ta. Po, patjetër. Këta që si kin hatër, s'po besoj që na i tregon. Me ata që i kin hatër, amon është... S'ke në me përmena, ata që tani, edhe ata që i kam në hatër, mujnë një me arru, mujnë mu prek. Okej, kështu që do i gi do se gi. Po, jo, do. Edhe mu, që as mu s'm do kër krejt. Se qatë moment kanë thonë edhe plet, qatë moment që dënë këtë bota, do të me Nuk vdek. është... Do të me vdek, apo vëtë. Kështu që ka do të me pas edhe dushmana, do të me pas edhe njerëz që dojnë, edhe jenë në atë nivelin mesatar. Ashtë, jemi në prag të sezonit veror. Realisht, ju jeni këtu për projektin që falëm, që e promovum, mirë po është e pa mundur mos me full edhe për sezonin veror, kur e di që tash një kohë gjatë ju jeni super aktiv në muzikë. Tamam. Sigur ju Babu Darabuka, sigur se ta ulanti. A po më tregani, jeni përgatit për sezonin veror 2025? Patjetër që po. Na jemi përgatitur si ata ushtarë. Është bërë rutin kjo të kjo? Gjendje gatishmërie na jemi gjithmonë. Për luftë. Na kemi punë që s'guxojna me mendu ndryshe. Jemi të përgatitur edhe psikikisht, edhe fizikisht, edhe emocionalisht, edhe me program, edhe me update të ri, me këngë të reja, me gjëna të reja. Kështu që po shpresoj që kena me kalu një sezon shumë të mirë. Edhe patjetër mi falenderu gjithë ata që na kanë besu punën tonë. Patjetër. Sepse është çdo herë potencioj është shumë përgjegjësi e madhe. Ashtu. Kur dikush ta beson familjen, familja është e shajt, do të më dhonë maksimumin me andaj çdasma. Feks. Taulant, për ty si do jetë vera 2025? Perfekt do jetë. Kismet e Zotit kena me kallë ku të shkojmë. Po them si do jetë se në bazë numrit dasmave, rezervimeve. Pak mirë është shumë, faleminderit Zotit. Dashta me ndalidha atë punën pak të shoqënia që e përmene. Po. Sot di fort është kush ka punë. Apo Ashtu. kupton? Kush do në të qohet, munohen shumë me të bëjë dëm ose diçka, po nuk ja arrisin kur. Këta punojnë që 20 vjet, punojnë që 10 vjet, më thonë kështu intensivisht. Po. Puna veç vjen të ushtu, se nuk më varet për tyne. Apo kupton, se mu më varet për tyne, asu në Albani, sot s'ke shumë ekzistu jeq. Fakt. Kështu që besoj që do jetë një verë kogja e nxehtë dhe kogja perfekte. Punë ka shoqër Zotit mirë shumë, nuk po ndalët, veç inshallah Zotin e hap shëndetin s'fari, kemi shëndetin edhe i kryjmë çu duhet. Po. Përveç këtij projekti që keni bashkëpunim, apo më tregoni, keni menduar ndoshta të dy me sjell solo projekte? Ti padyshim me grupin? Patjetër që po, jemi në proces. A mundem me zbulu diçka? Do të thotë do jetë Lënë radhës. Mos me hajit emisionet. po thotë që me na orë pra verës. Emision. Ne zbulum, hajde bojna dorë me kemi bashkë. Kjo po patjetër. Domethënë vetëm për këtë projekt po volim sot edhe Po, sot për tjera në emisione tjera. Kur vim që të tash me vëmë të treguna këtë projekte që e kemi. Nuk thirrem më. Jo që s'u thirrti më, po i ka Shqiptare. të emisionet. Ski kanë dhirr. Hajit e emisionet. Ashtu. Milon hapsin çdo herë. Milon edhe publikun mos mi bë bajat këtë ato planat që i kemi. Po, e vërtet. Kështu që me kohën, secili ndanin e vet, kohën e vet. Edhe shumë shpejt edhe tjera sigurisht. Ashtu. Alvan, realisht nuk tregove tash, po ne di që ju jeni të angazhuar. Padyshim që edhe Taulanti e goxha shumë edhe jashtë Kosovës. Po. Po më tregon kjo verë është se zakonisht jemi mësuar që sezonin veror ta kemi në Kosovë. Mirë, po Babu Darabuka edhe jashtë Kosovës është i angazhuar. Në sezon korrigosht, sigurisht dasma shumicën e kemi në Kosovë, Ashtu. kemi në Maqedoni, kemi në Shqipëri, kemi në Ulqen, kemi në Dugin, Preshevës, Bojanovac, kemi në Kroaci. Diko më lart domethënë edhe në Kroaci. Kemi në Gjermani, Edhe në Gjermani. po Zvicër, kapa. E bërëse. Taulant, po ti? Po ashtu edhe na, më thonë 70% e dasmave kemi në Kosovë. Pastaj ka edhe në Shqipëni, ka në Ulqen, ka edhe në Preshevë, Bojanovac, në ato fshatra tjera që janë, Po. më thonë krejt. Unë gjatë sezonës nuk dal
në Evropë, se kam qep më fokusu këto se i tut na shumë fluturime dhe a mëj me mërija jo, Ashtu po. e pe shtatorit anej, pastaj jemi gati thuja se ja për javë çdo vikend. Po, a po më tregoni sa është e vështirë, ndoshta Alban për juve kur udhtani, sonte je në Kroaci, nesër në Kosovë, mandej në Gjermani, kjo paraqet problem? Sigurisht është sfiduese, po jena mësuese kështu na s'dina me ne. Pavarësisht, unë e di, e kuptoj që janë 20 vite mirë, po e di që punon me intensitetin e njëjtë. Sigurisht. Sikur t'jetë dita e parë. Po, absolut. Ai dasmori për herë parë martohet Ashtu, se nuk është i njëjtë asnjëherë. Se ka absolut atë gojlen, atë problemin, ai loti, as je loti, ai në disponim, as je disponim. Ai e bën dasmën për shefin e vet. Kështu që na shkojmë mi Andrej, dasmën jo më aprish. Kështu që na duhet me kon pip. Po, disponim top form. Edhe po na jemi tre edhe kur të vozitëm, edhe nëse kemi një rrugë pak më të largë, njëri vozit, njëri flan, njëri pushon. Po. Kemi mundësi pak me rrugë njëri tjetër. E përmende se në sezonin veror jeni edhe në Gjermani. Po. Ti personalisht, sa je pro ndoshta atyre familjeve që e bojnë dasmën në Gjermani? Se zakonisht jemi mësuar që me ardhmë në Kosovë, A dyshysh, kjo është për to ahengjat që janë. Po, kjo është çështje e zgjedhjes, për shembull, ka dasmor prej këtu, i kanë bërë dasmën, kanë shkuar në Shqipëri, kanë bërë dasmën. Komplet i kanë marrë musafir, no. Kosovë Shqipëni po me shku Po një familja mos më ardhën në Kosovë prej Gjermanisë pak më ndryshe. Jo, tash për shembull ka raste që janë dasma pak më të vogla. Ka ndoshta 100-150 musafir, ka shumicën e familjarëve atje. Edhe i merr edhe këta këtu që ka biletat aeroplanit. Ka fillu kjo tash kohëve të fundit, pas liberalizimit. Pas liberalizimit, është lehtësuar, është kriju mundësia më e mirë që me lëvizje më shpesh. Edhe pak mas nej nuk ka një farë pengese, shumë familjari ka atje, edhe këta që ka në vend bukur që ka zgjedhë në restorant pak ma special, për shembull na ka thirrë një darë, se është një kështjellë dhe ka rezervuar dasmori, kështu që ka pas shefin ato e. Ashtu normalisht. Ka pas që me pas ma unike diçka. Edhe numrin e madh nuk e ka pas shumë musafirëve, kështu që për to kon çajo dëshira tina, na jemi të hapur pa diskutim. Po do shumë mirë të cekë Albani, 70% i ka për shembull atje bashkë në vend ku do me organizu dasmën në Gjermani, për këta 15% 20 i fton, ja pagu biletat, vi shkojnë atje edhe e kënaqem pse jo. Po, Paulan ti përmende disa qytete, apo më tregon, e di që është e vështirë ndoshta më ndo, po ku ka shyrat më shumë? Gjallëni pak më shumë, atmosfera më e mirë, atmosfera vorët për te e ke 100%. Jo, besëm dasmat shqiptare në përgjithësi kudo që janë të shëreshme, janë të mira, se vetë jem në si publik që kem qef më kaq. Po çka më me veçu për shembull që ja kanë anën pak më shumë dasmës, është Prizreni dhe Gjakova. Prizreni Gjakova. Patjetër. Ata janë me traditë për këtë punë. Po definitivisht ku të shkojmë kalojmë mirë. Po me bakshishe? Nëse të ke pjesë. Mirë, cilat pjesë, cili qytet lën gjumë më shumë bakshish. Në ashtu s'u ne dim. S'mundesh me ditë kur. Bashku mendon që ti mundet me pas shumë, janë pak. Ku mendon që ka pak janë shumë. Varet. Me shifra për shembull, a ki probleme na po? Sa shifra? Do Po, të s'vona vol. Apo ke stikim. Mirë sa ke. Alvan ti? Mirë, përgjithësi mirë, në Kosovë mirë është. Po mirë, edhe po jeta mirë. A në Kosovë në Gjermani më shumë bakshishe? S'moj me bëha si paralele për shkak se këtë po tonë më barë për veni. Ka raste në Gjermani se me rast në cent bakshish, po ka raste me më shumë. Ka raste? Ka shumë, normal është ajo. Qështu edhe Taulan, ti nuk e din, ndoshta thunë Gjermani pret edhe Qështu më shkon. pret, s'po them që pret një po 20 euro shkon. Do sa shumë 20-25. Gjermania vllazë nuk është si përpara. Nuk është si Nuk është si përpara. përpara. Është fakt kjo? Është fakt. Në gjitha aspektet po besoj. Fakt. Se kam xhelozi. Alban, po e themi me shaka, mirë po a mendon? Realisht është e vërtetë që nuk është njëjtë si çka që. Ashtë më e mirë kjo ndoshta për rinin ton. Mendon Për rinin kosovare që janë këto, është më mirë që nuk është Gjermania njëjtë, se në rrin po shumë. rini janë Kosovë. Në vërtetë se tash këtu ki mundësi më shumë. Përpara se po shumë mundësi. Dorën zemër. Ka shumë e vështirë për çdo të ri që ka kryer një fakultet, ka pas një pretendim për me të përpara ka pas shumë vështirë. Tash janë hap mundësi. Ki mundësi me punu, ki mundësi shumë të mëdha me punu. Ata që janë talentum, çfarë do fushë, ata që kanë shkollim adekuat, kanë mundësi me hinë punë. Ta Ashtu. visha dënë.
Është veç atë don. Po, pasi që jemi për rinin, unë po du me folë specifikisht për artistat e ri. Sa po sheni potencial ndoshta tek artistat e ri? Ka potencial të madh, ka edhe artista të ri që këndojnë shumë bukur, po ka edhe se artista që i kanë rajt edhe ndin me kënu dhe e kanë Se ju e keni edhe studion, edhe nuk e di sa mirë është personalisht. Për ata po them që kom dëgju gjithçka. Edhe se vjen gjithkush. Thot më ka thonë Joni di me Po kënu di me edhe kënu, thojnë edhe e merren Kur e çopa, shë? po kupton se aty duhet mi tregu drejtën. Nuk kanë ndodhur vet. Tha po këndoj pak edhe tha tregom tha jam për këtë punë. Tha vetë mos u prek, unë kam shef me tregu. mos më thonë rëncof. Ç'është duhet. Ashtë. Ja nisi kënoj një 2-3 kong. Tha Shakim, apo nën me diçka tjetër ti? Tha po mund te klima. Vazhdo Vazhdo të që mund aty- të klima. Thash se tash e hojnë edhe familja, se talenti dallohet. Mungan. Jo, talenti dallohet kur është i mirë. Apo kupton? Menova për atë. Një kong me kënu ai dihet që ka me pas sukses në atë punë. Për gjithçka, jo vetëm muzikë, po si në sport, si ku dush. Si në gastronomi dikush për shembull që Albani e mirë edhe me gastronomi, Ashtu po. që sa vite, ky ka shumë talente. Për gastronomi do flasim pas pak mirë, pa mendon që ka artista të ri, ndoshta që po i rrez një projekt edhe mandej pe ka problem për projektin e dytë. Pja qëllon diqysh tash për shembull, tek nëni ka mirë. Ai problem se ka mja qëllu projekti dytë hiç, po ai ka problem kur shkon për me aty me kënu. A do më thonë Apo është kupton? Çaty playback edhe të live problemi. Çaty është problemi shpirt. Ka shumë kësi artista që po thu që nashta live e kanë problem. Jo nashta, po Po shihen tash TikToki, TikToki ka marrë në qovë Edhe jo veç artista. artistat e ri, po edhe artista kogja me emër. A është do më thonë të sipas teje TikToki pak i ka penalizu. Kogja TikToki pe morrën, TikToki mundet të më shfrytzu dhe për mira ja. Po tash ti që dikush e shfrytëzon edhe për budallakina është tjetër çka, po kupton. po ta fjalën për artista që the edhe me emër. Tash për Po. shembull, nëse kam pas 20 dosma, 50 dosma, unë nuk kam qenë aty prezent. Po ta shpeshon një video dhe artisti i merr 10.000 euro, po nuk i meriton ato 10.000 euro. Mendon që TikToki ka dëmtu Pasi që këtë? morën 10.000 euro. Po 5.000 pra. 10.000 euro. 10.000 A që i merr 10.000 po thu, ja e fogun, a? Paguhet kërkosh me 10.000 kush të ka thonë. Që paguhet Ata janë veç për Që shvon paguar. po një 8.000, 10.000. Allafet grave. Kush? Jo më love, po vjen artisti në studio dhe të thotë unë e kam çmim me 10.000 euro. Kush të ka thonë? Kush është ai artist? Me euro s'po fuli tash aso. Që mi thu të kanë Ajo, ekip. ajo, Kamera në shef Unë ka po të bajë kanë çaj që të ka thonë 10.000 euro, të ka rajt. Kështu. 10.000 euro. Ai qëllon të 10.000 euro janë shumë pore. Apo kupton unë. Por ta ulan Baralin dhe Babo Darabur ku atë 15.000 kështu thon. Okej, ti faleminderit që më na vlerëson. Po nuk është problem. Nuk është real. Do të më bë për me qit në dorë, në zemër edhe me fol. Qysh duhet. Çmë real nuk është. Do me thonë, ta kuptojmë edhe unë edhe shikuesit, çmim 10.000 s'ka. Jo. Edhe nuk është as pak i arsyeshëm cili do artist shqiptar që i kërkon. Definitivisht. 10.000 euro janë shumë pore. A po më tregon sa është çmimi i arsyeshëm. Por Po, tash ti çmë mirë shumë vorë, tash ti çe konsideron një dosën normal pe 7 dhe i kanë 1-2. Jo, s'është puna orarin, vorët kanë efton ti me këndua. Edhe varet sa ki ekip. Morë sa ki ekip shumë shoku. me një Definitivisht. shumë shku me një orkestër. Sa Po, ki normal. bagazh si këngëtar. Janë shumë faktorë. Po, kupton. është- Do me thonë edhe emri pa Po, normalisht ajo është. patjetër, S'ka dyshim. Fama është, abden. S'mundet mu kategorizu një që e ka nisi 3 ditë dhe një që e ka nisi 20 vjetë. Po, është shumë e kuptueshme. 40 vjetë. S'mundesh me bo si paralele. apo- Që sa vjet për shembull ti punon me televizion? 5 vite tash. Që 5 vjet më çu tash dikush me qenë nesër, në emision me tonë ty me t'jap shkolla. S'mundet. Nuk mundet. Po, kupton? Fakt. Se ti e moshë 5 vjet në këtë punë. Fix. E ç'është e njëjtë është. Po, ty të pyeta kush ka potenciale ose apo she. Albani po du me pyet sa ka ndoshta kërkesë nga artistat e ri për bashkëpunime. Ka shumë kërkesë, të mdejtë shumë ka kërkesë, po në shumë raste, Hezitoni me bashkëpunu me ta? jo, nuk hezitojmë për kundrazin na... Apo shko ki potenciali, që e tha dhe ta Jo, ulanti? absolut, jo, absolut. Na projektin e mirë e marrëm. Po më ne, Nga kush do qoftë? normal tash në syzdim i kënu, as mujna dhe me shtia këtu, po bi fjala që ka potencial si këngëtar, është projekti i mirë, është kënga e mirë, ka potencial mu zhvillu mirë, kemi të hapun gjithmonë. Po në raste shumëta dhe artistat e ri po gabojnë pak, Po gabojnë. pak Çka? në hapa, edhe beba, kur t'ja nis me ecë, foshnë kur t'ja nis me ecë,
ka pak dorane, quhet ka pak kapet për tavolinë. Zhavitet pak. Zhavitet pak. E këta po menojnë shumë raste që Po bojnë hap, po, domethënë me Pa kësi kërcy. hapin e parë, nuk po menoj me kësi hapin e dhjetë pa e kësi parën. Nuk mundesh ashtu. Albania tha një fjalë shumë mirë, ka erdhëm çdo sukses i shpejt. E ka dhe fundin e shpejt. Besoj. kështu që Po, ai njeri që hap pas e hapi, ka kriju karrierën e vet tull gradualisht. me tull. Çdo të muj ka një tull të qit. Apo kupton? Aja ka shumë stabile. Deri sa ti punon shëndeti dhe zoni. Ashtu. Unë pyeta për potencial, mirë po tash po du se e di edhe realisht e dini edhe ju e tha që ka shumë. Mirë po a mendoni që ndoshta është koha dhe ka artista që mund me ndru gjeneratën? Artista të ri. Edhe me boni ndryshim, apo nuk mendoni? Se din tash për shembull koha kur ke dol ti, ndoshta me keq orde, po i ke hek do prej skenës. Jo, A mendon që nuk do të me undru apo jo? Kjo nuk është e mirë për ty nëse thu për shembull, po Jo. të bëhemi realista. E di që se ki problem. Çdo këngëtar e ka kohën e Kohën e vet. vet. E ka kohën e vet. Unë nuk jam i përjetshëm si ta ulan. Kom me vedon e kam një kohë që dikur ma nuk muj. Apo kupton, po ajo normal që kam e zgjat shumë. Ma merr mendja. Po dhe nëse më jap Po zoti. vëri ke vo edhe një që djera të urojmë së dyshoj. Përderisa bashkë me juve. Faleminderit, përderisa punon, Besoj që i rrin gati punës, mundohemi me punu halal që duhet, edhe ku të shkojmë për me kon fundi gjithçka mi po këtë njerëz tu kesh. ashtu. E thash për ty ndoshta se ka më shumë konkurrencë, ndërsa për Darabuka është pak ma problem, edhe s'është pak të nënë që di dikan që ka shpërthy, nuk njohim realisht. Janë vetmit babo Darabuka, cilët e kanë mojt, e kanë shtin trega dhe e kanë mojt 20 vite. Kjo është shumë e vërtetë. Alban, çka mendon ti? Po përgjigja Për Albanin. Po, se tani thonë çeve, edhe se Albani po thot për veti, po unë po të them qëre konkurrencë. këngëtarët e kanë pak më ndryshe. Ashtu, Se për me ka këngëtar shumë në Kosovë që këndojnë bukur. Edhe i sholla më rëzët, këtë kanë punë. Edhe se cili ka familje, se cili do të me punu. Po sa i përket për Tarabuka, janë po Pa konkurrencë. janë të vetë. ashtu. Sa është krenari për ty, Alban? Kur e din që, apo ndoshta në farë lehtësimi, s'ki konkurrencë dhe Jo, nuk i shoh ashtu sanet. Unë përkundrazi konkurrencën e shoh shumë gjë pozitive. do të thonë ti të lyp konkurrencë. Absolut, unë e shoh Me dol dikush. Unë e shoh shumë pozitive, pse se konkurenca të bën ty me punu më shumë. Të bën ty me menu më pozitivisht. Ashtu. Unë nuk menoj as me inate, në asnjë mënyrë, për shkak se unë veç një sene e qes në veti. Zoti ma ka fol riskun tam. Edhe sot do. Kut, çat dush mund me bëj tjetri kush do qoftaj, ose edhe unë çka më me menu ç'a do kesh për ta ulon ti, po s'më më amor riskun e tina, se ja ka fol ai nat. Po shumë e Po vërtetë zoti që nat është. edhe është punë që unë veç do të me bë punën tam në mënyrën më të mirë të mundshme që moj edhe që e di, edhe me vlerësu publiku, kaq. Nuk dune asnjëherë as me mendune negativisht për dikonin, as e thonë një kështu. Jo. Unë menoj, unë që ku jam. Me dorë para pasqyrës, dhe me thonë, okej, qa ku mbone, që në vjetë, që 2 vjetë, ola ku mnajt në për kafe të pi. Qa më preti? Qa ke punu më? Qa ke qip drit? Jo më që unë në 12 ditës edhe me thonë, S'po ka. S'po ka. Ashtu. Jo, vllaç, do të më shu herët, migraton ditën e donatën dhe punu. Nëse më me pas një tarë në matë mirë. Nëse më ti mu knash me qatë sa ki, të Po. rregull jetë. Normalisht. Dikush është i kënaqur me çato që e ka dhe që ty stopon. Pasi kemi hyrë te kjo pjesë, Taulante, po du me të pyet ty, çka mendon? Çka ndikon më shumë në muzikë? E di që janë përbashkëta si muzika, si teksti, miksimi këtu. Po çka mendon që ndoshta audienca që nuk janë profesional, çka e tërheq? Një shikues, a e tërheq klipi, instrumentali, teksti apo çka sipas teje? Këtu që api përmend ti krejt, Njëna patjetrën po po du. njëna patjetër nuk bojnë. Si teksti duhet me konë shumë i mirë për me konga për me hec. Melodia duhet me konë po ashtu shumë e mirë për me hec. Miksimi, Videoklipi duhet me konë po ashtu shumë mirë për me shiku dikush. po. Nëse e bën ti mixing catch, normal që se ndëgjon kërkush se ka më thonë. Bin tjera të krejt poshtë. Tjera këtu bi poshtë. Apo kupton? Po muç, unë ç'a mendoj që një këngëtar ose një artist e mon gjithë on top është karakteri tina. Karakteri. Mënyrën që shponon. Mënyrën që qaset me dasmor, mënyrën që
Korrektësia. Se ti mund është mi pas tënë atë mirat. Gjitha, po. Emisioni mund me tjetë shumë me bom multimiliona klikime, po kur ti si njëri unë zi. Ashtu fakt. Apo kupton, se unë ty si për shembull më mos me dasht, Po. edhe zvi. Emisioni mund me Pavarësisht- shumë i bojshëm. Apo kupton. E kjo. A kur jeti edhe i mirë, si njëri, Edhe kemi e si përmbledh, Ona pozitive gjithmonë. Ashtu. Jemi në emisionin 05 në 05 në qytetin e Frezajt. Keni bashkëpunëtor këto? Paulant, po nisim me ty. po kemi Se për Albani kemi vojla dhe herave tjera, e dim. Kemi bashkëpunëtor, për shembull tek shkruesin, du me përshëndet Kreshnik Avdion, E, përshëndesim, po, ashtu. 90% teksteve të mia i ka shkruar Kreshniko. Komponua edhe me Lavinat Mezinin, komponua edhe me Artar Mezinin, tash po mbin men edhe tjerë kush janë të Ferizaj, po kam bashkëpunëtor Ferizaj. Kemi Binin, Fadil Po Topallin. Bini, po, edhe me Fadilin komponua, edhe me Bini Diez. I përshëndes gjithë edhe veç ju uroj suksese. Po këngëtar, Po. Ferizajas, artistat. Mhm. Ki meq, si janë raportet me ta? Po cilin për shembull? Duke fillu nga Lavino Tahiri. Po, e kam shok mirë. Shok mirë. Po, shok i mirë. Se e vlerëson në muzikë. Është këngëtar shumë i mirë, ka thy tabuja shumë loja. Kush fol për Lavino Tahirin keq, s'di pse ai, s'ka çka me fol për të. Është njeri human, i ka gjitha të mirat, këndon shumë bukur, ka ditë me majt punën e vet që duhet deri sot. Në çfarë moment që ka zgjat çat shumë vite ai deri këtu me ardhë, domethënë edhe ka majt skenën, ai ka ditë me punu. Po ashtu kemi edhe Valon Bytyqin. Edhe është këngëtar shumë i mirë, koleg shumë i mirë. Për këtë po më thoi mirë dikush. Të mirë janë. Reperat ai ngan Ferizajas. Jo, repers nga heqën as. Muzikë hip hop nuk ngan. Ja, shumë pak. E kemi muzikun, Dëtunin, Getenion, Butën. Shumë mirë. Shumë të mirë, po Shumë. si nga. Edhe sukseset kam pas shumë të mëdha, edhe ju uroj suksese më të mëdha, po për besën nuk ndëgjes kom. Nuk dëgjon. Nuk e mendon që ndoshta kohëve të fundit janë trend, tash një kohë realisht. Jo, në mendoj që Bashkëpunim, ata janë shumë trend. jo për këta, e po ta bashkëpunimet, hip hop popullore Po. ose zhandrin që e bën edhe jo. Po, kam pas, ka pas shumë bashkëpunime që kanë jetë shumë përpara, po kur po dojnë më udhëz tani edhe më shumë konga, po do të më marrë një sikona. Apo kupton që me kënu refrene, sa ata sunë kënuhin vetë. Je pro këtyre ti. Jam pro shumë, pse jo? Do më thonë që gjithmonë pani si jo është e pamundur me dal një refren i mirë. Nëse është, Nëse do me dhej konga skong. është pop folk, nëse është Ashtu. refreni pop folk, që me bot thrillera, sa na sunë kënon. Ashtu po, fix. Do të më thirrë mua ose dikon tjetër ose këndoj. Ashtu, Alban, jo personalisht keni shoqëri në qytetin e Ferizajt? Patjetër që po. Patjetër që po. Me kë janë raporte ndoshta pak më të mira? Ëm, Edhe raporte Tom shoqërore, drejtën- jashta Tom profesionale. drejtën- Tom drejtën me shumë prej artistave të Ferizajt. Na me Lavino Tahirin kemi punu me vite. Ashtu. Në fillimet tona të karrierës kemi punu bashkë. Edhe sigurisht jemi familjarisht, jemi shok të mirë, jemi koleg, partner, kemi qenë, domethënë, kemi bërë shumë dasma, shumë koncerte, shumë rëndje Po. bashkë. Kemi kaluar zakonisht mirë. Gjithë që ta që ai përmene, domethënë kam shumë respekt për ta, sepse kemi domethënë raporte shumë mira shoqërore. Ashtu. Të fillu labin veç e përmena, dy tonin domethënë prej fillimit të karrierës tina, ka nejt shumë lokal tonë, kemi raporte shumë mirë. Respekt për gjithë, ata që punojnë kanë respektin maksimal, ata që s'punojnë rrinë. Normalisht. Për ata respekt. Respekt, po letrën pa punuaj. Ai zgjedh punën e vet. Po. Për fund, sa shpesh jeni së bashku në dasma? Shumë. Sa shpesh takojeni me njëri tjetrin, edhe si është puna? Është Shumë. bashkëpunimi i lehtë jashtë studios po flas. Domethënë për ndasma. Se për në studio e kuptova 10 minuta, Po Albani tregoi edhe më herët që na njihemi shumë aty. pavarësisht njëni personalisht, po në punë besoj që Edhe Po punë, në punë se na bashkë kemi filluar po, me për platformë, tën kupton. na flisni pak më gjatë. Si është bashkëpunimi në dasma me Babo Darabuka? tepër mirë. Tepër. Ma let, ma nuk di ku shkon. Jem shumë të koordinueshëm me zeti, edhe kur e ki koordinimin si në shoqëri, kështu mirë. Ashtu. Jashtë muzikës. E bën bashkëpunimin edhe më të lehtë. Muzika ka me qenë, unë shpesh e them këtë fjalë, mas pari duhet me kon shok, tani me bën muzikë. Ashtu. Apo kupton se nëse si e shok, aty gjithë ka me pas diçka. Po. Kështu që me Babo Darabuka ne na bjen kogja shpesh nëpër sezona dhe jashtë sezona. Dhe kena kalu deri sot perfekt. Edhe besoj që kena me kalu Alban, gjithë. një koment prej teje.
unë tregova në fillim, me profesionistat nuk është zërë më punë. Edhe me këtë. Problemi është me amaterët me punu, sepse ata janë të nudën vetës. Apo kupton, edhe është problem se i ka panika. Ashtu. Na se kemi problem, po hinë që tash që të bëjmë. Esenca, për kufizimi i gjithësoj është mi dalë më mirë, me sukses. Dhe jemi në rregull. Kur kryet këtë në rregull, tasmoj është i kënaqur, na jemi edhe më të kënaqur, në që shkam E rregull. vërtet. Ashtu. Që që tash, me profesionistat nuk është zërë me punu. Pa e mbyll, pa tjetër që folëm edhe për gastronominë e përmendi. Si po ecën biznesi edhe e di që je tash një kohë gjatë, mirë po si po ecë puna aty? Mirë shumë puna, mirë, me punëtor pakës problem, mirë po mirë. Çka mendon? Pse ky problem e punëtor viteve të fundit? Vitet fundit është ky problem për shkak se po mënojnë gjeneratat e reja, po mënojnë marrë të parët shpejt, pa punu. Një mesazh për te mundet me arrit ashtu? Ashtu veç me punë të qia, me punë të mira kur një të smurshme. Me halal do më thonë problem. Absolut. Nëse mënon me ecë për para cili do të qoftë ai djalë që i kere, që mendon me ecë për para, me pas një tarmë të sigurt, do të me punu halal. Momentin që mënon me mri dhe të parët e shpejta, di që rrugën nuk i hit mirë. Të flasim me ty si gastronom. Janë pagat e mira momentalisht në vendin tonë? Ja vlen ose a mundet me mbjetu? Të arsyshme janë. Të arsyshme. Edhe ku do në Evropë me shku, ti normal vetëm një rrugë s'mush me pjetu. Do me punu 2 veta për me pas një standard ma qëndrushëm. Ashtu fix. Edhe në Kosovë për me pas një standard ma qëndrushëm, do të me punu 2 veta. Fakt. Të na problemi është që të na tash pak e shkuptim, unë menim jam është gjithmonë, nuk do të thotë që është i 100% kjo dhe Ashtu. me që të vullën. Nëse në Gjermani ose ku do në Evropë, po punon ma shumë se 8 orë, s'po thom sa orë, po ma shumë se 8 orë. Edhe ti qytus, po punon as 8 orë, atëherë ti mustuj, Është problemi tek ti. Ti vëlla punon 8 orë, punon edhe 10 orë, punon edhe 15 orë, të kofshi zoti. Për shta ecë. Me Ka zot një falë jashtë, punon 8 orë, 10 orë, 12 orë, normal që i ka standardin më të mirë. Plus e bon edhe një mini job tjetër. e E vërtet. këtu ti çatu 8 orë tua bëne të mira. Me këto ta kuptojmë që nuk punojnë këtu njëjtë sikur se Jo. punojnë atje. Jo, përgjithësi jo. Përgjithësi jo. Fatkeqësisht. Amen. S'po unë që ashtu i shoh. Inshallah më gabim, ama unë që ashtu i shoh. Sa na ndihmuan tash liberalizimi realisht? Kemi dalë ndoshta e kemi Shumë, pofë si popull. Shumë është gjë pozitive. Ka ndikuar edhe te kjo, besoj. Një periudhë kemi pas një krizë shumë të madhe të punëtorëve. Fillim kur dolët. Po. Po, secili ka po vetën ku është. Shumë i ca si jo. Edhe kthehet punën te Albani thonë më mirë se te Gjermani. Kupton, domethënë dush me pa vetën ku je, nëse ti zoti i punës tonë punë kemi pas gjithmonë ku dush. Fakt. Nëse ti si je zoti i punës tonë është tek kota vëlla, që ku dush. Në Amerikë që Po, është e kohë. Ashtu është, po. Ashtu. Ai që punëtora e gjen vetën gjithmonë. Apo ku dush, shoh ai. Nguri, ai Bën pore. Alvan, Taulan, më fal, sa e keni jo problem me muziciant? Jo, se kam problem. Se e di që ata, për shembull, ndrysh është puna e Albanit si gastronomi, gastronomi, po. në pjesën e kafeterisë. Ju jeni të njëjtë gjithmonë grupi? Unë e kam vllon, prej që ja kom nis Exonin. Po. Tash të punojmë edhe me 2 muzician tjerë, me Moratin edhe Kremin, që me klarinet, saksofon dhe violin. Ashtu. Vllon e kam ambin dims këngëtar, edhe këtë grup e kem afër që 4 vite po bëhet. Tash e 4 vite. Kom pas edhe me instrumentalista tjerë që komponu, po komponu ka një vjet 2, derisa kam rang këta që duhet. Edhe po besoj që tash veç je i kënaqur pasi Super që jeni tash një kohë Super gjatë. i kënaqur. Sholla të Zotin ai ecë mbar gjithçka dhe pse jo, 5 vjet, 10 vjet, 20 Ashtu. vjet. Pse jo. Alban, faleminderit shumë, ishte vërtet kënaqësi që të pata në studion e emisionit 05, po ashtu Taulan, faleminderit prej teje, është hera pore, po besoj që kam të pas pramë studio. Në projekte tjera. Kur të bëjmë apet me Albanin. Pra vetë me Albanin, në rregull. Faleminderit. Faleminderit shumë. Respekte, dëshojmë i përshëndet gjithë shikuesët e emisionit tanë. Edhe më dëshironi verë sa më të mirë, shëndetshme e me gjitha të mira. Faleminderit shumë. Respekt. Me ishte emisioni 05, ishte kjo e të ratë që kemi përgatitur për sonte. Deri shtunën e ardhshme, natën e mirë.